Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Tota, i sot ka ftuar Këshillin Komunal për Sigurinë në Bashkësi, ku me këtë rast kanë diskutuar për sigurinë e përgjithshme në komunën e Prizrenit. Në këtë takim ishte edhe drejtori i emergjencave Sead Arifi. Kurenti i ditës ishte themelimi i ri me disa ndryshime i KKSB-s, tani pas mandatit të dytë. Pas miratimit të rendit të ditës për sigurinë, raportin Policia Kosovës, ku fillimisht komandanti i stacionit në Prizren në qytet Marsori raportoi për të gjitha rastet e evidentuara dhe tha se gjendja e përgjithshme është e mirë. Rreth 449 vepra penale kemi pas në janari deri me tani, 32 incidente. Raste të mbylla që për këtyne janë trajtuar dhe janë tuar dhe dërzuar në prokurori janë 296, për momentin kemi 129 rastet hapra, kemi bërë vizita ndryshme shkolla, ku i kemi 647 vizita që në majtë, po ashtu patrullime në gjatë këtyre 4 muaj policia me vetura i ka pas 1177 patrullime kem 585, pika kontrollit të ndryshme sipas plana operative efektive që i zbaton policia, kemi majtë 1082 pika, plane operative të ndryshme deri me tani gjatë në plane që kemi zbatu, asistimi Kuvendit Komunal Inspektoratë të ndryshme të komunës kemi pas 8, nuk ka aksidente me dhe me materiale për këto 4 muaj, që në fjallë janë april janë 302, aksidente me lëndime që i kemi trajtuar janë 93, po ashtu gjoba trafikut për këta 4 muaj deri me tani janë 1049 gjoba të ndryshme. Po kështu nga policia raportoi edhe Haxhi Kabashi, stacioni veri lidhur me gjendjen në përgjithësi. Në 4 mujorin e kaluar kemi pas vepra penale më pak se sa krahasuar me vitin e kaluar. Kjo fol bashkëpunimet me të gjitha strukturat e komunës me banorët e fshatrave, me plazheve, me të cilët kemi takime të përhershme. Dikun jemi minus 30%, që është shumë inkurajuese, që kanë ndiku faktorët prezenca ju në teren, besabes arrestimi, besabes i personave statun, që janë kryesëmundshëm, realizimi i ordnesat, që kanë njerëz të denuar që kanë qenë për vepra penale, do të thotë janë këto faktorë që ndikojnë bashkërisht në aspektin e përgjithshëm të sigurisë. Togeri Arsim Bytyqi, toger tashmë ushtruesi i komandantit të trafikut në Prizren, ku raportoi për aksidentet në komunikacion, ku tha se 3 raste kanë qenë me fatalitet. Në periudhën janar-prill, aksidentet fatale kemi një rënje, domethënë 4 kemi pas vitin e kaluar, 3 kemi këtë vit. Domethënë kemi një ulje të aksidenteve me fatalitet, kemi 3 persona të vdekur në këto 3 aksidente. Me aksidente me lëndime të rënda i kemi 29, prej tyne 31 persona kam mësuar lëndime të rënda, por jashtë rrezikut për jetë. Me lëndime të lehta kemi pas 50 aksidente, prej tyne 190 persona kanë mësuar lëndime të lehta kryesisht natyrës lehtë. Aksidentet me dëme materiale kanë qenë 44, ndërsa në përgjithësi kemi 126 aksidente me të cilat ne kemi menaxhuar në rrugët nacionale dhe rajonale. Si dhe disa aksidente me lëndime të rënda në brendit qytetit. Domethënë ne merrem me aksidentet në qytet kur ka lëndime të rënda trupore. Ndërsa me tjerat me të lehta merret si tha dhe komandantët e stacionit këta merren me lëndime të lehta. Sa i përket etiketat, kemi një rritje të numrit të shqiptimit të gjobave. Për këto 4 muaj kemi shqiptuar 13.317 etiketa. Lidhur me trotinetat, deshet të mësoj më shumë nga kryetari Totaj. Me pas mundësi me adresu që të paktën me vendos një farë rregull dhe një farë kujdesi që me minimizu rrezikun. Megjithatë, ju falenderoj për informacionet që po na jepni. Komandanti i policisë në pikën kufitare në Vërmica Zem Krasniqi foli për pikën kufitare dhe punën e kësaj pike kufitare, duke pohuar se kjo pikë është ndër pikat më të frekuentuara në gjithë Kosovën. Edhe jemi në fillim sezonës. Vitin e kaluar kemi pas 7% më shumë udhëtar, qytetarë që kanë kaluar nëpër Vërmicë, nëpër pikën kufitare Vërmicë. Ndikun 23% është rritje edhe automjetëve, 15% është rritje e autobusëve, edhe si që një të njohur është pika me frekuentimin më të madh për gjitha pika kufitare të Kosovës. Si me
kalimtar, udhëtar, qytetar gjitha shteteve, mirë po me mallra komerciale. Mallrat komerciale dikun është mesatarja e ditës punës, ose e kalon shifrën mbi 500-550. Pritjet janë minimale në krahasim me çdo pikë tjetër kufitare, përkundër fluksit të jashtëzakonshëm pritjet janë minimale që mundohemi sa më shpejt me kalu. Në për këtë pikë kalojnë prej gjitha vendet, tash është bo një rrugë, një pikë kalimi që frekuntohet dhe prej shtetëve deri në Ukrainë, Moldavi e më larg Bullgari, Rumani gjatë verës që përdorin në sezonën verore pushimet Shqipëri. Via e Gjelbër, Togiri Latifa Hoxha i raportoi lidhur me vijën e Gjelbër dhe via Kaltërt, ku tha se gjendja sigurisë është e qetë, pastaj raportoi për patrollimet në këtë pikë dhe vijë të Gjelbërt. Gjatë kësaj kohe, kryesisht në zonën e Hasët kemi hasë një numër konsiderueshëm të kundërvajtje, ku për neve nuk kanë shumë rëndësi këto kundërvajtjet, jo e ka vendosur rrypin ose ka vendosur rrypin, mirë po është shqetësuese kryetari ka shumë drejtime të automjeteve në atë zonë me pa patent shofer. Domethënë janë 73 kundërvajtje që ne kemi hasë gjatë kësaj periudhe. Edhe kryesisht dominon pjesa Romoj, aty ku janë shkollat e mesme, aty bëhet edhe përdorimi i narkotikë ndryshme. Gjatë patrollimit që i bëm në zonën e përgjithësisë kemi vëritur disa gjëra që mund të përmirësohen. Për shembull, vitin e kaluar kemi pas një rast shpërthimi të zjarrit në Grozhuk, ku ka qenë rrezik edhe për shtëpitë e banimit, 2 shtëpi veç kanë filluar më djeg, pa intervenimit policisë dhe të banorëve lokal aty, kemi arrit me shujt. Mirë po kemi vërit një emet në shta. Derisa ka nërë zjarë pikës ka zgjatë pak. Se edhe pak largësia, pak rruga. Një propozim kemi pas, ose kemi për këtë rast nëse në ato zona, se e dim që janë pak zona të thata, me pas mund komuna apo dikush tjetër me intervenu me hapën e disa poseta që ne i quajmë ujë mbledhëse. Nehat Vehapi nga Lubishta tha se është edhe një mandat të cilën kam besuar dhe pastaj raportoi për gjendjen në atë rajon. Problemet që i kemi, që cenojnë sigurinë janë kryetar në domenin e drejtorive të juaja, nështë edhe pak ma gjanë, është po i theksojmi, po jemi më të bezdishëm. Se në kur flasim për shtyllat e rrymës elektrike, që edhe policia është dhe informuar të gjitha që në çdo moment munden me rreziku jetën e qytetarëve, nuk po kemi mundësi ndikimi që ndryshon gjendja për të mira. Një pikë që është shumë e rëndësishme, që besoj e dini, është çështja e buxhetit komunës. Komunës Prizrenit, veç këtë vit, me anë të përmbaruesit, ju kanë marrë 4 milion euro. Prej vitit 2022 te sot, komunës Prizrenit ju kanë marrë 40 milion euro. Me anë të përmbaruesit në emër kontratës kolektive. Që to 40 milion euro, sikur të kishin pasna, shumë punë tjera ishin kryer. Perfekcionizmi se ekziston, por 40 milion euro për një komunë si Prizreni është një masë monetare e cila ndikon dukshëm në përmirësim performancës. Dhe pika sugjerimeve foli Hajrem Moqengaj, foli lidhur me gjendjen e fëmijëve, kurse kryetari kërkoi që të bëhet një zgjedhje për lypsarët bashkë me atë dhe që të sillen me disa tarabuke në Shadervan. Prandaj problemi numër 1 është që enda cak që i shohim rrugët e Prizrenit gjithandej, për është brengosje që aty mund të rrezikohet jeta e fëmijëve tanë në zonën tonë. Una me adresu këtë çështën e lypsarëve edhe shtyrën e tarabukave në qytet. Si janë bo shqetësim për mysafir. Thuja shumica nuk janë shtetës të Republikës Kosovës, e keni vrejtë edhe disa që kanë ardhur për shtetë të tjera, në kuadrit kompetenca dhe detyra dhe përgjegjësisë të ligjit na nuk mujmë të depërtojmë si polici ata me që, për shkak se janë disa ligje rregullore, se keni vrejtë jo disa janë me si portalin me flamuj Palestinës, por gjatë verifikimit tyne dhe trajtimit të rastet tyne na kemë vrejtë se ata janë shtetës Jordanisë. Dhe rrinë për hotelet private. Ne i kemi trajtu, i kemi gjobit. Me një shqetësim që nuk prasërit e çdo ditë, por për ne me të vërtet është shqetësuese paraqitja e arrushave në provorat të shtëpive. Besoni që gjatë ditës çaq shlirë si dhe kalojnë në për rrugë
edhe janë drejtu disa qytetarë të une, a mundemi diqysh të marrim disa masa, a ka dikush që kujdeset sa e kom bërë analizën të gjitha ato zbresin për shkak të ushqimit. Errolla Shabani nga shoqëria civile u përqendrua tek mbrojtja e ambienteve. Në këtë takim pati edhe diskutime të tjera, kurse pjesëmarrës pati edhe nga kleri fetar. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.